Kur dielli zhduket pas kodrave të Lago Eyasi në Tanzania, fillon një lojë mbijetese që pak popull në botë ende e njohin. Hadzabe nuk kanë gardhe. Nuk kanë armë zjarri. Nuk kanë mure betoni mes tyre dhe grabitqarve më të mëdhenj të planetit. Megjithatë, për më shumë se 50.000 vjet, ky fis me më pak se 1.300 njerëz flen në qiell të hapur, në kampe të përkohshme, i rrethuar nga luan, leopard dhe hiena. Çdo natë dhe çdo mëngjes zgjohen të gjallë. Se ju jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikoni deri në fund, regjistrohuni tani në kanal dhe komentoni nga po shikoni. Kur dielli zhduket pas kodrave të Lago Eyasi në Tanzania, fillon një lojë mbijetese që pak popull në botë ende e njohin. Hadzabe nuk kanë gardhe. Nuk kanë armë zjarri. Nuk kanë mure betoni mes tyre dhe grabitqarve më të mëdhenj të planetit. Megjithatë, për më shumë se 50.000 vjet, ky fis me më pak se 1.300 njerëz flen në qiell të hapur, në kampe të përkohshme, i rrethuar nga luan, leopard dhe hiena. Çdo natë dhe çdo mëngjes zgjohen të gjallë. Se ju jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikoni deri në fund, regjistrohuni tani në kanal dhe komentoni nga po shikoni. Mendo skenarin. Një territor prej afërsisht 1.500 km² të savanës tanzaniane, midis Valle de Jaida dhe brigjeve të Lago Eyasi, në zemër të Grande Valle do Rift. Është një peizazh me shpatë shkëmbore, pyje akaciesh, baobab antik dhe shkure me gjemba që shtrihen deri ku arrin syri. Nuk ka rrugë të asfaltuara. Nuk ka shtylla dritash. Nuk ka spitale apo stacione policie në një distancë të arsyeshme. Është territori që Hadzabe e quajnë shtëpi që para epokës së fundit të akullnajave, që para se piramidat e Egjiptit të imagjinoheshin, që para shpikjes së bujqësisë dhe shkrimit. Studimet gjenetike të kryera në dekadat e fundit zbuluan diçka të jashtëzakonshme për këtë popull. Linja e Hadzabe u nda nga pjesa tjetër e njerëzimit rreth 50.000 vjet më parë, duke i bërë ata një nga degët më të vjetra dhe më të izoluara të pemës gjenealogjike njerëzore. Ata nuk kanë të afërm gjenetik të afërt të njohur. Gjuha e tyre, Hadzane, konsiderohet një izolim gjuhësor, pa lidhje të vërtetuar me asnjë gjuhë tjetër ekzistuese në planet. Kur dëgjoni një Hadzabe të flas, po dëgjoni tinguj që bën njehon përmes mijëvjeçarëve, klikime të gjuhës dhe kërcitje grycore që mund të përfaqësojnë një nga format më të vjetra të komunikimit njerëzor ende në përdorim. Vëzhgo se çfarë ndodh kur errësira mbulon savanën. Diku mes shkëmbinjve dhe shkureve, ekziston një kamp me rreth 20 deri në 30 njerëz. 3 ose 4 kasole të bëra nga degë të thurura dhe bar i thatë pikëzojnë një zonë të rrafshët në majë të një kodre shkëmbore. Çdo kasole është afërsisht 1,80 m e lartë, e ndërtuar në më pak se 2 orë nga gratë e fisit duke përdorur vetëm materiale të gjetura rreth e rrotull. Asnjë pemë nuk pritet për këtë. Asnjë pyll nuk shkatërohet. Degët mblidhen nga toka, barrat vilen pa shkulur rrënjët. Kur grupi largohet në 2 ose 3 javë, këto struktura thjesht kthehen në tokë, pa lënë plagë në peizazh. Zjarri në qendër të kampit digjet ulët. Nuk është një zjarr i madh, spektakolar, si ato që shihni në filma. Është i vogël, i përmbajtur, mjaftueshëm vetëm për të ngrohur dhe ndriçuar. Një burr Hadzabe arrin të ndezë zjarrin duke rrotulluar një shkop mes pëllëmbëve të duarve në më pak se 30 sekonda. Është një aftësi që çdo fëmijë e mëson para se të zotërojë plotësisht të folurit. Zjarri është jetë. Zjarri është mbrojtje. Zjarri është linja e parë e mbrojtjes kundër grabitqarëve që përgjojnë në errësirën përreth. Por nuk është linja e vetme e mbrojtjes. Konsidero situatën e maceve të mëdha të rajonit. Një luan mashkull i rritur mund të peshojë deri në 250 kg, e barabartë me 3 burra të rritur bashkë. Dhëmbët e tij arrin deri në 8 cm gjatësi. Kafshimi i tij ushtron një forcë prej afërsisht 450 kg për centimetër katror, mjaftueshëm për të shtypur kockat me lehtësi. Një leopard është më i vogël, midis 60 dhe 90 kg, por e kompenson madhësinë me një agjilitet të jashtëzakonshëm, aftësi për të ngjitur në pemë duke mbajtur prej të peshës së tij dhe një preferencë për të gjuajtur natën, kur shikimi i tij bëhet 6 herë më i mprehtë se ai i një njeriu.
Hienat malhadas, shpesh të nënvlerësuara, gjuajnë në grupe deri në 80 individ dhe zotërojnë kafshimin më të fuqishëm midis të gjithë gjitarëve toksor në raport me madhësinë e trupit. Ato arrin të thërmojnë kocka që luanët i braktisin sepse janë shumë të forta. Dhe të gjitha këto krijesa patrullojnë të njëjtin territor ku Hadzabe flen nën yje. Atëherë si është e mundur që një popull pa mure, pa armë moderne, pa teknologji mbikëqyrjeje, të mbijetojë natë pas nate në këtë mjedis? Përgjigja fillon me diçka që shkencëtarët e Universidade duke zbuluan vetëm në 2017, pasi studiuan modelet e gjumit të Hadzabe gjatë 20 ditëve radhazi. Studiuesit pajisën 33 vullnetar Hadzabe me acgrafos, pajisje të vogla të ngjashme me orët e dorës që regjistrojnë lëvizjet minutë pas minute gjatë gjumit. Ajo që zbuluan sfidoi plotësisht pritshmëritë perëndimore mbi atë se si njerëzit duhet të flenë. Gjatë gjithë periudhës së vëzhgimit, të gjithë pjesëmarrësit ishin njëkohësisht në gjumë për vetëm 18 minuta. 18 minuta. Në 20 ditë. Kjo do të thotë se, në çdo moment të natës, kishte gjithmonë dikë zgjuar në kam. Jo me caktim formal, jo sepse dikush u caktua të bënte roje, por për shkak të një variacioni natyror në modelet e gjumit që Hadzabe zhvilluan përgjatë 1000 vjeçarëve të evolucionit. Të moshuarit priren të flenë më pak dhe të zgjohen më herët. Më të rinj qëndrojnë zgjuar deri më vonë. Dhe gjatë natës, antar të ndryshëm të grupit natyrshëm zgjohen në momente të ndryshme, duke krijuar një vigjilencë të pavullnetshme por konstante. Studiuesit e quajtën këtë comportamento sentinela. Është një fenomen i vëzhguar të zogjë shtektar dhe kafshë të tjera sociale, por kur më parë nuk ishte dokumentuar të njerëzit në këtë formë. Hadzabe nuk kanë nevojë të vendosin roje sepse vetë biologjia e tyre evoluoi për të garantuar që dikush të jetë gjithmonë vigjilent. Dimensionoje këtë. 50.000 vjet seleksionim natyror modeluan modelet e gjumit të kësaj popullsie për të krijuar një sistem mbikëqyrjeje organik, pa nevojë për disiplinë ushtarake apo orare shërbimi. Të moshuarit, të cilët në shoqëritë perëndimore shpesh ankohen për pagjumësi dhe gjumë të fragmentuar, mes Hadzabe shërbejnë për një funksion evolucionar vendimtar, janë rojet natyrore të orëve të para të agimit, kur shumica e të rriturve më të rinj ende flen thellë. Por vigjilenca natyrore është vetëm pjesë e strategjisë. Pjesa tjetër është në duart e burrave. Një hark Hadzabe tradicional mat afërsisht 1,80 m gjatësi, pothuajse lartësia e një burri të rritur. Është bërë nga druri fleksibël i pemëve specifike, dombeja kirki ose greja bikolor, i punuar gjatë 2 ose 3 ditëve derisa të arrijë lakimin e përsosur. Procesi përfshin ngrohjen e drurit në hiri të nxehtë, lakimin e tij gradualisht duke përdorur forquillas të pemëve si mbështetje, aplikimin e dhjamit të kafshëve ose dyllit të bledhëve për të shmangur çarjet, dhe përsëritjen e ciklit 10 herë derisa harku të paraqesë një hark të lëmuar dhe uniform. Kur antropologu James Odburn testoi harqet Hadzabe në teren duke përdorur një peshore me sust, zbuloi se ishte e nevojshme një forcë prej më shumë se 45 kg, e barabartë me 100 pound, për të tërhequr plotësisht kordonin e një harku mesatar. Studime më të fundit, të publikuara në 2017, gjetën forca tërheqjeje që variojnë midis 22 dhe 60 kg, me mesatare 31 kg. Për krahasim, harqet olimpike moderne, të përdorura nga atletë të trajnuar, tipikisht kërkojnë midis 18 dhe 25 kg forcë. Harkëtarët olimpik gjuajnë në distanca prej 70 metrash me harqe të projektuar për saktësi. Gjuetarët Hadzabe gjuajnë në distanca prej 23 deri në 45 metra me harqe të projektuar për fuqi të papërpunuar. Ata preferojnë harqe të vështirë për të tërhequr sepse gjuajnë në distancë të shkurtër, duke ju afruar fshehurazi prejes derisa të jenë mjaft afër për një goditje të saktë. Dhe këtu hyn elementi që i shndërron këta harqe në armë vërtet vdekjepruese. Shigjetat Hadzabe mbajnë helm. Jo çfarëdo helmi. 3 lloje specifike toksinash të nxjerra nga bimët lokale përdoren tradicionalisht, panjube, i nxjerrë nga Adenium obesum, një suculenta e njohur si Rosa do Deserto, shanjo, i nxjerrë nga farat e Strophanthus emini, dhe Kalakasy, i marrë përmes shkëmbimeve me fiset fqinje pasi nuk rritet në territorin Hadzabe. Panjube është më i zakonshmi. Burrat presin degë të bimës ose dërmojnë trungun ende të ngjitur në tokë, nxjerrin lëngun qumështor, e ziejnë derisa uji të avullojë plotësisht, dhe ajo që mbetet është një substancë e zezë dhe ngjitse që mund të mbahet në një lëmsh, si argjila, deri në momentin e përdorimit.
Kur vjen koha për të përgatitur shigjetat, gjuetari përdor një shkop të vogël për të trazuar helmin brenda një guaske midhje ujë të ëmbël, që shërben si enë. Një sasi e vogël pastaj aplikohet rreth majës metalike të shigjetës. Helmi nuk prish mishin e kafshës, vepron në sistemin kardiovaskular, nuk kontaminon muskujt që do të konsumohen. Pasi goditet, kafsha mund të vazhdoj të vrapoj për ca kohë, por gjuetari e di se mjafton të ndjek gjurmën. Helmi do të bëj punën e tij. Këta të njëjtët harqe dhe shigjeta të helmuara që shërbejnë për të gjuajtur impala, zebra dhe gjirafa gjithashtu shërbejnë për të mbrojtur kampin. Mendo për psikologjinë e një grabitqari. Luanët dhe leopardët janë oportunistë. Ata llogarisin rrezikun kundrejt shpërblimit para çdo sulmi. Një buall i plagosur përfaqëson një vakt të lehtë. Një grup njerëzish vigjilent, të armatosur rreth një zjarri, përfaqëson një rrezik të llogaritur që rrallëherë ia vlen. Hadzabe mësuan përgjatë mijë vjeçarve se mbrojtja më e mirë kundër grabitqarëve nuk është forca e papërpunuar, por demonstrimi konstant se një sulm do të kishte pasoja. Burrat Hadzabe mbajnë vraga në trup që tregojnë histori. Vraga nga gjuetit. Vraga nga kafshimet e gjarpërinjve. Vraga nga rënjet prej baobabëve gjatë mbledhjes së mjaltit. Vraga nga sulmet e leopardit. Gazetari Michael Finkel në një reportazh për National Geographic përshkroi trupin e një gjuetari të quajtur Onas si një hieroglif të një jete në savan. Gjysma e dhëmbëve të mbetur. Shenja shigjetash, thikash, akrepash dhe gjembash. Dhe një vrag nga një takim me një leopard nga i cili ai doli i gjallë. Sepse Hadzabe jo vetëm që mbrohen nga grabitqarët. Ata i gjuajnë ata. Disa fise Hadzabe përfshin luanët, leopardët dhe macet të tjera të egra në dietën e tyre. Kur gjejnë vendodhjen e një preje të vrarë nga një mace e madhe, shpesh përpiqen të dëbojnë grabitqarin për të vjedhur kufomën. Është një praktikë e njohur si scavenging, mbledhje mbetjesh, që përfaqëson midis 15 dhe 25% të gjithë mishit që Hadzabe konsumojnë. Ata dëgjojnë thirrjet për ndihmë të preve që sulmohen dhe vrapojnë në drejtim të tingullit, jo për t'u larguar, por për të hetuar nëse ka një mundësi për ushqim. Imagjino skenën. Një grup burrash Hadzabe, të armatosur me harqe me 45 kg forcë tërheqjeje dhe shigjeta të helmuara, duke vrapuar në drejtim të ulërimës së një luani që sapo ka rrëzuar një pre. Ata e dinë saktësisht se çfarë po bëjnë. Njohin sjelljen e grabitqarit, din kur ai është i prekshëm, din si ta bëjnë presion që të braktisë vaktin e tij. Nuk është pamendësi. Është strategji e rafinuar nga 50.000 vjeçar praktik. Dhe grabitqarët mësojnë. Luanët që jetojnë në territoret Hadzabe mësojnë, përgjatë gjeneratave, se ata primat të vegjël biped rreth zjarreve nuk janë prej e lehtë. Janë, në fakt, konkurrentë. Janë krijesa që mund të plagosin për vdekje me preda të helmuara të lëshuara nga distanca. Janë krijesa që nuk ikin, që nuk tregojnë frikën tipike të preve. Mitologjia Hadzabe pasqyron këtë marrëdhënie komplekse me macet e mëdha. Një nga historitë e tyre tregon se perëndesha Ishoko shndërroi trupat e një familjeje gjigantësh të këqij në leopard pasi u vran nga një gjarpër dashamirës. Ishoko pastaj i ndaloi leopardët të sulmonin njerëzit, përveç nëse plagoseshin më parë nga një shigjet. Është një histori që kodifikon një urim praktike në formë miti, leopardët përgjithsisht i shmangen njerëzve, përveç nëse ndihen të kërcënuar apo të zënë ngushtë. Kampet Hadzabe nuk zgjidhen rastësisht. Zakonisht qëndrojnë në lartësi, maja kodrash shkëmbore të njohura si kopjes, që ofrojnë shikim të gjerë të rrethit dhe vështirësojnë afrimet fshehurazi. Kasollet janë pozicionuar në atë mënyrë që çdo lëvizje e dyshim të jetë e dukshme nga këndvështrime të shumta. Dhe zjarri qendror, edhe kur digjet ulët, krijon një zonë drite që dekurajon grabitqarët natën të afrohen. Nuk është paranoj. Është pragmatizëm i zhvilluar përgjatë epokave. Hadzabe flen në ajër të hapur jo për mungesë opsioni, por për preferencë. Kasollet e barit shërbejnë kryesisht për mbrojtje kundër shiut dhe për privatësi, jo si fortesa. Shumë preferojnë të shtrihen direkt në yje, ku mund të shohin qiellin dhe të ndjejnë fllatin. Rrjetat kundër mushkonjave të shpërndara nga programet e shëndetësisë të qeverisë tanzaniane përdoren shpesh, janë të lehta, mbrojnë gratë dhe fëmijët dhe i lejojnë ata të vazhdojnë të vëzhgojnë yjet para se t'i zërë gjumi. Konsidero se çfarë do të thotë kjo. Një popull që jeton në territor të luanëve dhe leopardëve zgjedh të flejë me pamje nga qielli i hapur.
Jo sepse janë të papërgjegjshëm, por sepse zhvilluan një sistem mbrojtjeje aq efikas sa mund t'ia lejojnë vetes këtë luks. Kapitulli i dytë, urtësia që përshkon mi vjeçarët djemt Hadzabe fillojnë të mësojnë të bëjnë harqe dhe shigjeta rreth moshës 3 vjeçare. Jo në mësime formale, jo në shkolla, por duke vëzhguar më të moshuarit dhe duke imituar lëvizjet e tyre. Në moshën 5 ose 6 vjeçare, ata tashmë arrin të prodhojnë miniatura funksionale. Në moshën 10 vjeçare, marrin pjesë në gjueti më të vogla, duke shënjestruar zogj dhe gjitar të vegjël. Në moshën 15 vjeçare janë harkëtar të plot, të aftë për të prodhuar armët e tyre nga fillimi në fund dhe për të goditur objektiva në lëvizje në 30 metra distancë. Është një sistem edukativ që funksionoi pa ndërprerje për 50.000 vjet. Vëzhgo procesin e prodhimit të një shigjete. Boshti është bërë nga dru i lehtë dhe i drejtë, shpesh i ngrohur mbi zjarr për t'u modeluar. Maja, tradicionalisht e bërë nga kocka ose guri, sot është më së shumti e farkëtuar në metal, i marrë përmes shkëmbimeve me fisin fqinje datoga, të cilët janë farkëtar të njohur. Hadzabe shkëmbejnë mjalt, lëkura dhe mish për maja shigjetash, thika dhe mjete të tjera metali. Është një marrëdhënie simbiotike që ekziston prej brezash, pavarësisht tensioneve historike midis dy fiseve. Kordoni i harkut tradicionalisht bëhej nga ligamentet e qafës së elandëve, buajve ose zebrave, ose nga tendinat e gjirafës. Sot, kordonët prej najlonit të marrë përmes tregtisë janë më të zakonshëm sepse zgjasin më shumë dhe janë më të lehtë për t'u zëvendësuar. Hadzabe nuk janë purist nostalgjik që refuzojnë çdo ndikim të jashtëm. Janë pragmatik që adoptojnë atë që funksionon më mirë ndërsa ruajnë atë që nuk ka nevojë të ndryshojë. Një hark tipik zgjat disa muaj para se të ketë nevojë të zëvendësohet. Mund të thyet gjatë një gjuetie, mund të humbet, mund thjesht të humbas elasticitetin e tij me përdorimin. Por një gjuetar Hadzabe mund të bëjë një hark të ri në 2 ose 3 ditë duke përdorur vetëm një sapat të vogël, një thik dhe materialet e disponueshme në savanën rreth tij. Kjo aftësi për të prodhuar mjetet e veta nga e para në çdo vend është ajo që i lejon Hadzabe të jetojnë si nomad të mirëfill. Çdo 2 ose 3 javë, mesatarisht, kampi lëviz. Arsyet variojnë, burimet lokale mund të jenë duke u paksuar, mund të ketë konflikte ndërpersonale që zgjidhen më lehtë me distancë sesa me konfrontim, mund thjesht të ketë dëshirë për ndryshim. Hadzabe nuk kanë koncept të pronësisë territoriale ekskluzive. Nëse një grup tjetër po përdor një vend që ata e frekuentonin zakonisht, ata thjesht shkojnë në një vend tjetër. Konflikti shmanget. Lëvizja është zgjidhje. Kjo lëvizshmëri konstante shërben gjithashtu si mbrojtje. Grabitqarët që mësojnë vendodhjen e një kampi njerëzor dhe fillojnë të vërdallosen në afërsi, shpejt zbulojnë se kampi është zhdukur. Nuk ka modele të parashikueshme për t'u eksploruar. Nuk ka rutina për t'u studiuar. Hadzabe janë objektiva lëvizës që kur nuk qëndrojnë mjaftueshëm kohë në një vend për t'u bërë të prekshëm. Dimensiono shtrirjen e njohurive të nevojshme për të jetuar kështu. Një Hadzabe i rritur një çdo centimetër të territorit prej 1500 km2 që fisi i tij banon. Di ku të gjej ujë gjatë stinës së thatë duke vëzhguar sjelljen e bimëve dhe kafshëve. Di cilat rënje janë të ngrënshme dhe cilat janë të helmuara. Njeh rrugët e migrimit të kafshëve, ciklet e frutëzimit të baobabëve, vendet ku bletët e egra ndërtojnë hojet. Ky informacion i fundit për bletët zbulon një nga partneritetet më të jashtëzakonshme midis njerëzve dhe natyrës të dokumentuara ndonjëherë. Ekziston një zog i quajtur indicador grande ose indicator në latinisht që vendosi një marrëdhënie simbiotike me Hadzabe për gjatë mijëra viteve. Zogu lokalizon hojet e fshehura në pemë ose shkëmbim, por nuk mund të arrijë mjaltin vetë sepse bletët do ta sulmonin. Kështu që ai kërkon njerëz. Fluturon deri te një gjuetar Hadzabe, lëshon një thirrje karakteristike dhe fillon të fluturojë në një drejtim specifik, duke u ndalur periodikisht për të kontrolluar nëse njeriu po e ndjek. Gjuetari përgjigjet me fishkëllima specifike që konfirmojnë se e kuptoi mesazhin. Zogu vazhdon ta udhëheqë deri te hoji. Njeriu përdor tym për të qetësuar bletët, hap hojin me sepatën e tij të vogël, mbledh mjaltin dhe lë copa hoje e dylli që zogu t'i haj. Të dy dalin të fituar. Partneriteti funksionon prej aq shumë kohe sa Hadzabe zhvilluan një fjalor specifik fishkëllimash për të komunikuar me indicadores grandes.
Është një bashkëpunim ndërllojesh që ndoshta ekziston prej dhjetëra mijëra vitesh, shumë para çdo forme tjetër zbutjeje apo partneriteti njerëzor me kafshët. Mjalti përfaqëson një pjesë vendimtare të dietës hadzabe, veçanërisht gjatë kohëve të caktuara të vitit. Burrat ngjiten në baobab deri në 20 metra lartësi, pa pajisje sigurie, për të arritur hojet e fshehura në zgavrat e trungull. Vragat nga rënjet janë të zakonshme. Por mjalti ia vlen rrezikun, është një burim i koncentruar energjie, sheqernash dhe lëndësh ushqyese që plotëson mishin e gjuetisë dhe shardhokët e frutat e mbledhura nga gratë. Gratë hadzabe janë përgjegjëse për afërsisht 80% të ushqimit kalorik të grupit përmes mbledhjes. Duke përdorur shkopin ngërmimi, ato nxjerrin shardhok dhe rënje të ngrënshme. Mbledhin fruta baobabi, farat e të cilave janë të pasura me vitaminë sa gjen kokra pylli, arra dhe bim të tjera ushqyese që burrat shpesh i injorojnë në ekspeditat e tyre të gjuetisë. Fëmijët mësojnë të marrin pjesë në mbledhje që shumë herët, duke njohur bimët e ngrënshme para se të mësojnë të flasin rrjedhshëm. Kjo ndarje e punës nuk është e ngurtë as hierarkike. Shoqëria hadzabe është thellësisht barazitare. Nuk ekzistojnë shefa formal. Nuk ekzistojnë udhëheqës permanent. Vendimet merren me konsensus. Nëse dikush nuk pajtohet me një vendim të grupit, thjesht largohet për t'u bashkuar me një kamp tjetër. Liria individuale është absolute, askush nuk mund të detyrojë një hadzabe tjetër të bëjë asgjë. Ky barazitarizëm radikal shtrihet në shpërndarjen e ushqimit. Kur një gjuetar vret një pre të madhe, mishi ndahet midis të gjithë anëtarëve të kampit, jo vetëm familjes së tij. Gjuetari nuk merr një porcion më të madh sepse ka bërë punën. Grumbullimi i burimeve është i dekurajuar shoqërisht. Pasuria, në kuptimin hadzabe, nuk është të kesh më shumë, por të jesh i përfshirë në një rrjet marrëdhëniesh ku të gjithë ndajnë. Mendo për implikimet e kësaj për mbrojtjen kolektive. Në një shoqëri ku askush nuk është më i rëndësishëm se dikush tjetër, ku të gjithë ndajnë burimet dhe përgjegjësitë, siguria e çdo individi është fjalë për fjalë përgjegjësi e të gjithëve. Vigjilenca natyrore e natës, ku gjithmonë ka dikë zgjuar, funksionon bekasu e të gjithë anëtarët e grupit, nga më të moshuarit deri te më të rinjt, janë të integruar në një sistem ku mirëqenia kolektive është e pandashme nga mirëqenia individuale. Hadzabe nuk kanë fe të organizuar në kuptimin që shoqëritë bujqësore zhvilluan. Nuk ndërtojnë tempuj. Nuk mbajnë priftërinj. Nuk kryejnë ceremoni të ndërlikuara me kalendar fiks. Por zotërojnë një traditë të pasur tabush dhe praktikash shpirtërore të fokusuara në konceptin e epeme, një kategori sjelljesh dhe njohurish të kufizuara që rregullon aspekte të rëndësishme të jetës sociale. Certa mishi, për shembull, janë epeme dhe mund të konsumohen vetëm nga burrat e iniciuar në vende specifike, larg grave dhe fëmijëve. Është një formë rregullimi social që krijon dallime pa krijuar hierarki permanente. Të gjithë burrat përfundimisht bëhen të iniciuar. Njohuria e pemë ndahet përmes gjeneratave. Dhe sistemi funksionon për të mbajtur kohezionin social pa nevojë për autoritet të centralizuar. Vdekja mes hadzabe trajtohet me një naturalitet që trondit vëzhguesit perëndimore. Nuk ekzistojnë funerale të ndërlikuara. Nuk ekzistojnë shenjues varresh. Historikisht, trupat thjesht liheshin në pyll për të konsumuar nga hienat, një kthim në ciklin natyror që nuk shihet si degradues, por si i duhur. Sot, shumica e hadzabe varrosin të vdekurit e tyre në varre të cekta, i mbulojnë me disa degë të thata dhe vazhdojnë përpara. Nuk ka lidhje sentimentale me vende apo objekte. Nuk ka grumbullim kujtimesh materiale. Nuk ka faltore për paraardhësit. Ajo që ka rëndësi janë marrëdhëniet e tashme, grupi i gjallë, nevojat e menjëhershme. Është një filozofi jete radikalisht e ndryshme nga mentaliteti grumbullues që karakterizon shoqëritë bujqësore dhe industriale. Kjo filozofi e njëjtë aplikohet në marrëdhënien me grabitçarët. Hadzabe nuk i urrejnë luanët apo leopardët. Nuk i shohin si armiq që duhen shfarosur. Janë vetëm banorë të tjerë të njëjtit territor, konkurrent për burime, krijesa që meritojnë respekt por jo frikë paralizuese. Bashkëjetesa është e mundur sepse asnjëra palë nuk kërkon dominim total. Në 100 vitet e fundit, hadzabe humbën afërsisht 90% të territorit të tyre tradicional. Fermerët, barinjt, rezervatet private të gjuetisë dhe projektet qeveritare vazhdimisht pushtuan tokat e tyre.
Në 2007, qeveria lokale dha me qira 6.500 km2 tokash ngjitur me vale dhe jajda për familjen mbretërore Al Nahyan të Emirateve të Bashkuara Arabe, për përdorim si rezervat privat gjuetie. Hadzabe, që gjuanin në atë territor prej 1000 vjeçarësh, u ndaluan të vazhdonin. Në 2011, përfaqësuesit Hadzabe përfundimisht arritën të kërkonin të drejtat e okupimit zakonor mbi afërsisht 23.000 hektar, një territor shumë më i vogël se ai tradicionali, por i mbrojtur ligjërisht. 36.000 hektar të tjerë u rezervuan për datoga, fqinjt e tyre farktar. Është një fitore e pjesshme në një histori të gjatë humbjesh. Sot, më pak se 350 Hadzabe jetojnë ende stilin e jetës tradicionale të gjuetarëve mbledhësve të mirëfill. Nga 1200 deri në 1300 antar të fisit, shumica tashmë u integruan pjesërisht në ekonominë e turizmit që u zhvillua rreth Lago Eyasi. Grupe vizitorësh paguajnë për të shoqëruar gjuetikët e mëngjesit, për të vëzhguar prodhimin e harqeve dhe shigjetave, për të provuar shkurtimisht një jetë që paraardhësit e tyre e jetuan 10.000 vjet më parë. Turizmi sjell para, por sjell edhe probleme. Alkooli, i futur përmes kontaktit me botën e jashtme, u bë një çështje serioze. Vdekjet nga helmimi me alkool, praktikisht jo ekzistente para disa dekadash, tani ndodhin me frekuencë shqetësuese. Njohuritë tradicionale humbasin kur të rinjt kalojnë më shumë kohë duke bashkëvepruar me turistët sesa duke mësuar nga më të moshuarit. E megjithatë, Hadzabe këmbëngulin. Çdo natë, në kodrat rreth Lago Eyasi, zjarre të vegjël pikëzojnë errësirën afrikane. Nuk janë shumë, ndoshta 40 ose 50 në të gjithë rajonin. Secili prej tyre përfaqëson një kamp Hadzabe. Secili prej tyre është një sfidë e gjallë ndaj grabitçarëve më të mëdhenj të kontinentit. Secili prej tyre digjet prej 50.000 vjetësh. Mbrojtja e Hadzabe kundër luanëve dhe leopardëve nuk vjen nga një teknik apo teknologji e vetme. Vjen nga një sistem i integruar ku çdo element përforcon të tjerët. Variacioni natyror në modelet e gjumit garanton vigjilencë konstante. Harqet e fuqishme dhe shigjetat e helmuara ofrojnë kapacitet mbrojtjeje dhe kundër sulmi. Njohuria e thellë e territorit lejon zgjedhjen e vendeve të kampit të mbrojtshme. Lëvizshmëria konstante pengon grabitçarët të mësojnë rutinat e tyre. Struktura sociale barazitare garanton që të gjithë të jenë të investuar në mbrojtjen kolektive. Dhe mentaliteti pragmatik, pa frikë paralizuese as agresivitet të panevojshëm, lejon bashkëjetesën me krijesa që mund të vrisnin lehtësisht çdo njeri të pavëmendshëm. Hadzabe nuk lanë piramida. Nuk ngritën monumente. Nuk shkruan libra. Por mbajnë brenda vetes diçka që asnjë civilizim modern nuk arriti ta ruajë, artin e të jetuarit në ekuilibër me botën që i rrethon. Çdo natë që kalon pa mure, çdo mëngjes që lind pasi fjetën në nyje në territorin e luanëve, është një fitore e heshtur e 50.000 vjetëve urtësi të grumbulluar. Ndërsa bota moderne ndërton gjithnjë e më shumë barriera, mes vetes, mes natyrës, mes të njohurës dhe të panjohurës, Hadzabe demonstrojnë se mbrojtja e vërtet jo gjithmonë vjen nga muret. Vjen nga kuptimi, nga vëzhgimi, nga respektimi i ritmeve të një bote që ekzistonte shumë para nesh dhe do të vazhdojë të ekzistojë pas. Ndoshta sekreti